Gjithmonë kur je I kënaqur edhe sfidat I kalon ma lehtë. Dorës s'kam komen. Po që ditë. Te na kushdo që vjen, Afrikan, Amerikan, a nej krejtjen pajtimit se na jem mikprica të mëdhej shumë. Për shkak të vujtjeve me sheku I Mropa, kënaqemi me pak, kjo liri nuk është pak, nuk kupton që kjo është pak, po ndjem e shijojmë mos dhe për shkak se prej vujtjeve. Po për ata vetëknaqësia nuk duhet me dominu për shkak se e ardhmja ka sfida tjera, kështu që ne duhet me qenë përgatitur për ato sfida. Po gjithmonë kur je I kënaqur edhe sfidat I kalon ma lehtë. Unë menoj se një popull që li ka qenë me sheku I robnum, e ka ardhur liria sot, ato e nin atë nasi edhe shpreh dhe jep vullnet për rinin, për tashmen si popull një perspektivë, popull me një perspektivë të madhe, ndoshta në Ballkan për shtat dhe jem si popull që jem mas të lumtur edhe entuziast për jetën që kem. Sipas gjithë kësaj situate që ekziston në Kosovë, gjithë këto vrasje, krime, dhunë familje, populli më I lumtur s'kam komen. Po që ditë. Shumë e vërtet është ajo se populli shqiptar kur ma lumtë ri nuk ka pas në jetën e vetë se ditën e sotshme se pse na e fitum lirin. Liria të na o ko mangi shumë. Shqiptarët janë gëzushëm, janë punëtor, janë gjallnika, e dojnë këto këta dhe, edhe jem njerëz ma të bon mirë për gjithë popujve në rajon. Te na kushdo që vjen, Afrikan, Amerikan, a nej krejtjen pajtimit se na jem mikprica të mëdhej shumë.